Kryeministri Edi Rama, si çdo të martë, ka bashkëbiseduar me qytetarët në rubrikën Sy në Facebook. Kreu i PS ka shpërthyer me kritika të ashpra ndaj një emisioni televiziv ku ishte i ftuar një sondazhist amerikan, i njohur për afërsinë e tij me ish-presidentin Trump dhe për parashikimet e sakta në zgjedhjet presidenciale amerikane, duke cilësuar paraqitjen e tij si trishtim të madh dhe pasqyrë kënetës mediatike. Rama u shpreh i shokuar nga çfarë sipas tij i serviret publikut shqiptar mbrëmjeve. Kishte dalë ky sondazhisti Trump në një nga kanalet televizive dhe isha kurioz se ai është interesant dhe i veçantë në fushatën amerikane. Ishte kundër rrymës, ndërkohë që shumica dërmuese e sondazheve jepnin Kamala Harris fituese, ky këmbgulte në të kundërtën, edhe pse marzhet ishin shumë të ngushta dhe në fund dolën parashikimet e tij. Thash, hajde të shohim një herë se si e sheh ky Shqipërinë, dhe ai kishte inserte disa minuta. Oh, perëndi e madhe, çfarë më kanë dëgjuar veshët. Ishte një trishtim i madh se çfarë sheh dhe dëgjon populli shqiptar mbrëmjeve në pasqyrat e kënetës mediatike. Një tmerr. Merreni me mend një nga konkluzionet që kishte nxjerrë sondazhisti: ne jemi realisht më të mirët në Shqipëri. E them pas një rezervë, sepse punojmë çdo muaj prej vitit 2007 me sondazhe dhe anketime dhe e dim se çfarë mendon opinioni publik. Prandaj dhe unë nganjëherë kur vjen dita jam në gjendje të bëj parashikimet, por janë leximet e opinionit për prirjen e votës dhe kemi kapacitetin që t'i lexojmë dhe kuptojmë fare mirë sondazhet e tjera. Në një pasqyrë të tij zotëria thoshte se vendi po shkonte në drejtimin e duhur, 50% mendonin kështu, u shpreh Rama. Ndër të tjera ai ka shpërthyer në ironi dhe ofendime ndaj atyre që mbështesin Berishën, duke i quajtur gjysmak dhe çryk. Ç'më kanë dëgjuar veshët me disa individ që nuk e di se çfarë i motivon që çohen në mëngjes. Nëse ushqin trurin gjatë ditës dhe fillojnë e bëjnë ndërmjetësimin mes realitetit politik dhe social, personazheve politike dhe sociale dhe popullit, aty konkluzionet ishin njëri më çmendurak se tjetri, njëri më i pabesueshëm se tjetri. Një konkluzioni ishte që populli është i sëmurë që mendojnë se ky vend po shkon në drejtimin e duhur. Një tjetër ishte që ose këtu ka një autokraci me pasqyra moçalesh mediatike që çdo natë flasin nga këto çmenduri. Këta se kanë iden se çfarë është autokracia dhe s'do u binte radha të dilnin në televizion, por as të kishin kompjuter nëse do të ishim në autokraci. Një konkluzion tjetër është se Rama i ka bler këta që mua më hidhen në fyt, dhe pse them se gjysma e burrave janë çyryk në sensin metaforik. Nuk flas për kusht klinik, të shkosh pas kënetës si e gjysmak. Gjysma tjetër janë okay, tha Rama.